Zonja Xhixha, ne jemi drejt fundit të kësaj bisede, por nuk dua të lë pa përmendur, meqense jemi edhe në fund të vitit, një propozim, një projekt ligji të TVSH-s për ushqimet e shportës, propozim i Partisë Lirisë, jemi në prag festash, si është pritur, çfarë theksoni ju këtu? Është një projekt ligj në fakt i cili adreson një nga shqetësimet më të mëdha të qytetarëve, që është kostoja e lartë e jetesës. Çmimet shumë të larta, kemi parasysh që ne kemi çmime 50% më të larta se vendet e Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër, sipas vetë Eurostat, rreth 40% e buxhetit familjar shkon vetëm për ushqime. Pra shkon vetëm për mbijetesë. Ndërkohë pensionistët, 90% të pensionit të tyre e shpenzojnë pikërisht për ushqime. Tani në këtë situatë nuk ka asnjë adresim nga ana e qeverisë për uljen e çmimeve. Çfarë propozojmë ne? Ne kemi një 20% të tatimit mbi vlerën e shtuar për çdo produkt, që nga uji që kam unë këtu, tek mielli, tek vaji, tek orizi, tek buka, tek veza, tek çdo gjë ne tatohemi 20% të tatim mbi vlerën e shtuar, e cila nuk shkon te biznesi, shkon direkt në buxhet shtetit. Tani me rritjen e çmimeve është rritur edhe TVSH-ja, pra janë rritur shpenzimet dhe taksa për këtë tatim, që shkon në buxhet shtetit, dhe kjo është një arsye tjetër pse buxheti i shtetit është rritur. Ne themi nga 20% ta çojmë në 5%, dhe këtu kujtoj premtimin e Edi Ramës, i cili në 2013 tha do ta çojmë 0 TVSH për produktet e shportës. Pra është një premtim publik. Ne themi 5%, pse? Sepse Maqedonia e Veriut e ka 5%, po nga 20 në 5, Maqedonia e Veriut, sot që flasim, e ka 5%. Kosova e ka 8%, pra Malizi e ka 7%. Kryeministri Meloni, për shkak të rritjes së çmimeve, mori këtë politikë dhe çoi në 4%. Greqia e Fqinje e ka 6%. Pra, të gjitha shtetet ku qeveritë janë përgjegjshme ndërhyjnë me politika të tilla që nuk janë thjesht fiskale, por janë sociale. Dhe ne e çuam këtë propozim pikërisht në komisionin e ligjeve, u rrëzuam me forcën e kartonit, edhe pse i vura audion e kryeministrit ku vet e kishte thënë për ta çuar 0 TVSH-n e shportës, do të vazhdojmë procesin parlamentar, por unë mendoj që kjo iniciativë do të kërkoja një mbështetje nga kolegët deputet, sepse është një iniciativë që vjen në mënyrë të direkte në ndihmë të çdo familje shqiptare. Në prag të festave janë rritur çmimet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe absolutisht çdo gjë rëndom mbi qytetarët. Dhe një shembull i thjeshtë, qofse vaj për shembull, kushton 2400 lekë, ai 400 lekë që shkon direkt në buxhet shtetit. Dhe nuk ka asnjë përfitim as biznesi as kusht tjetër. Ne themi këtë 400 lekë ta zvoglojmë dhe ta çojmë në 5%. Kjo është logjika e këtij ligji.